Ja ku e ke dhe mamin, për spiritual leader. Ti mundesh me e kap djalin rrugës. Që ose më thu, kush e ka më pazarin për vrasjen e vllajtem. Po si mos e more një herë në telefon djalin e Haxhës tant. Po mori vesh gjo ky. Ai se kimi ja dal. Jo, unë në fakt sa kam marrë nga Milano edhe doja takoja Petritin për të biseduar për një punë. Këtu njerëzit janë komplet falsë. Qa keq Hesa? Zuna keq. Në fakt të du ta them unë për ty. Jam unë pasoja zemra. Pret njëri në shtëpi? S'ma do njeri susën e keq. Zemra motrës. O, shqyqy që je mirë, o zot, o zot. O, shqyqy. Alban? Kush Genti? Eva Rosa. I gjeta i vend mirë, të cep trugës, aty që ta shohësh më mirë. Alban, ku po shkon? Alban, hajde se kam frikë. S'ka problem se me Genti. Du fol. Lutem se kam frikë. Alban, Alban, Alban. Franz! Rëra hasës, mama gjë. Franz! Ha, moj, ha! Qa ndodhi? Asi gjas, nëllit. Po tjetër? Franz, Që trafik. Trafik. Ma së në këthejlove, edhe deshe me pi. Ke dëshmitar barisin që më thote që ati bëj kësaj më vlla, se fillove me pi me fund. Me vërte? Ke Peter e Long Island me ropë shpi edhe s'na lojen po. Filluanen me të pa njerëz dhe më desh me të hek për e te. Po ishë qërë zote që i kishe mask. Po mirë, pse më solli këtu? Sara tha që do ishte më mirë që ta mas me të pakëshu. Okej. Është hoteli më i mirë i qytetit, zemra. Që zakonisht janë zeri lek.
Rrobat ku i kam Francë? Te sa mblodhjet është. Fillo pi ma shumë që të mosh me të lutem. Bodhe dhe ja lash hoteli që mi la. Nuk të kam prek me dorë. Shoqeo dhe ti hoqi rrobat. Po s'me sove pyte vetë. Okej. Gjithashtu më falenderoj që të bana dhe rojën. 4 ora. Vike dritën se du me fjetë edhe pak. Faleminderit. Co bën ti këtu me çumin tim të vetëm? Po jashtë. Seriozisht e thot? Se ç'më la koma. Mos më ik, mos e do të lidh. Më kjo dimoj? Erdha të pyes për ca rroba, erdhi një shoku im për t'i larë. Po, rrobat tua do jenë gati në orën 10, pasi lavandëria nis punë në orën 8. Është problem për juve? Jo, faleminderit.
Për pak vjen taksia. Po ti nëse ke punë vazhdo. Se unë duhet me ikë. Do pak kafe. Se pi. Okej, pra. Me falë, mund të ndihmoj diçka? Se mos haroj. Lutem as i fjalë për këtë qenodhi. Normale. As kam interes. Zërë se s'ka ndodhur kur. Tamam. Edhe pse ndodhe. Në fakt e nisa... Po thoje? Po thoja që e nisa pak me inat në fillim. Jo me ty, po s'dori keq. Merdi taksia. Dhe unë jam vonë. Qia rrëp. Tamam. Përse me ndonte. Ika. Tesa! Po Tesa, se s'ke ku shko, hajde këtu. Nuk e këtu. As mos guxo. Me ka e këtu, të thash! Nuk e për ta qitur fajtojnë të kun, jeti plea në këtë mes. Jam unë plera. Okej, shumë mirë. Unë jam. Po ti. E di si nisi? Ha? A e di? Ha, pse pas ka justifikim penisi kur ngrefet, ha? Qa karin duhet e festa? Shkova për ty. Shkova të rregulloja një dëm që kisha bërë unë për të fshirë dëmin më të madh që kishe bërë ti. Qesh se normale nga mutin ta dieti që po ndodhe me mua, kur minimum një SMS nuk tërgoje dot. Se ta qarova një mi herë, pse ta qarova? Po, mas qarove. Më the që tu dhe shko për shlyer borxhin, apo dhe pallimi me këtë tipen ishte pjesë e misionit. A? Fol Alban. O zot, kush fol? Qali është dëmës për qarove timi. Ti t'kishe regullu në i gjohë, do i kishe regullu, me ko do i kishe regullu. Po ty ta desh qefi me atë motor qimin! Ktheje mbrapsht që sa po the. Ta kthej mbrapsht unë. Ktheje mbrapsht se ti di shumë mirë qa kam rrezikuar për ty! E pash dje të Vile Petritit, si gëzoje. Shqyrët pas kam hik unë, mojtes. Pas kam hesh një halt madh. Je shumë i ullët, sinqerisht. Dhe ti je shumë. Kurv. A? Këtë do të thoj, Albana, jam kurv. S'ka problem. Boj qatë doj qefi. Ora, seriozisht e keti? Po, seriozisht e kam. Se, me thonë drejtën, më kanë ra veshe të rehat këto ko. Shqyr nuk në gjoj më sa kam bërë për ty, që më ka qatë trapin gjatë gjithë kohës. U lodhe shumë rrëth pikat ma ka rëshfajnë mua. Mos dil nga veti Alban se t'njof shumë mirë. Ja! Kjo është ajo që them. Ti e di mirë, ti e bën më mirë se unë, ti gjitha e din. Pa e di! E di shumë mirë që nuk shkove me ta as për t'u hak marrë ndaj meje.
As për çfryrë spermën si shbën lloji juaj, po sepse deshe. Deshe! Po. Ashtu është, ke drejt. Po? Pse u ktheve nga rruga për ta puthur ashtu siç e puthe ti? Ë? Ti s'di qa ka në foj. Po sepse deshe pra. Deshe Alban. Ta don të bësa, bravo. Oj, kaj. Meno qa dush. Lenken. Dyrësi qip sharo. Ik se të presin dhomë. Ik. Fal. Ajo m'la shtrirë në pyll që mund edhe të kisha vdekur. Edhe ti shkon pallosh me atë? Qa lloj mostre je? E sigur që s'ka shtrinoj nga qefi. Se s'ndalin mirë llogarit. Nuk e di zotëri. Ajo erdhi, pyeti për rrobat e kishte gati dhe pastaj e pashëm gjithë lart. Kontrollohet tek restoranti? Ja. Ti je shoferi i Petritit? Po. Ç'kemi vllai? Unë jam Franci. Jam shoku i ngushtë i Bojkenit. Ty të kam pa të festa. Po ti ç'ne këtu apo po pret njeri? Se ka nëjë probleme flet tu. Ja. Ti në shpyta ka. Okej. Pa se flasim. Është në dhomë. Aleluja. Kush të ka dërguar? Kristaqi. Gjë, fole me njëri do merrem personalisht me ty. Dhe Kristaqi të thuaj që e ka gocën super pill. Nuk ka hap. Mbase po flan. Mori. Alo? Alo, zemra. Pse se jape mamit terën? Aha, nuk e gjova. E mirë, fli. Unë të mora që të thoj që po nisem. Si? Po më thuaj mua, Bojken, s'kuptim ka kjo tani.
Okej, dakord. Dakord. Elvis, mund të ngjitesh pak lart të dhoma ti? Siç duket, do të bisedoj me ty. Me mua? Ndoshta i ke hyrë në zemër që nga ajo dita e incidentit. Shko, hajde. Okej. Faqe që sova deri këtu, ha? S'ka problem. Qa ka në? Okej, mos më tallë, se di që këto janë muhabete e kalamash për ty, po shumë të rejton mami im si fëmijë 2 vjeç. Ke parasysh si gjithë mamat. Qa ka ndodhë? Tani, unë jam tu me një shoqen time dhe nuk doja ta merrte vesh ajo sa është këtu. Po ti ta kishe qenë në hotel o burr. Po s'është tamam one night stand. E kam një më para ca kohësh edhe më pëlqen. Po problemi është që sapo jam ndar nga njëra që mami e do shumë, edhe nga që gjërat ndodhen pak si shpejt, e ka të vështirë ta përtypje. Do më thënë e ke nda me një? Për këtë apo Kristelën? Do të më falë se ashtu quhet ajo tjetra. Ti e nda tamam atë tjetra. Po normal. Se duke mund si tip që mbaj 2. Qa do t'i thënë mami tatë? Ti shtuaj që është me Sarën ai, se e kupton vetë ajo pasaj vazhdimin. Bog, zemra. Elvisi. Gëzohet. Gëzohem. Se si nga takuar, është shoferi i ri, punon tek na. Po mirak, ja them në gjithë. Ej! Jam shumë i lumtur që je pjesë e familjes. Ja, kjo është buka ime me që ishe kur jasa dje. Nice. Këto e ki qep ti? Po gjitha, tek disa më kanë ndihmuar dhe Sara. Po, bën edhe me porosi, normal. Po, të gratë e lagjës që nga njerë harrojnë paguajnë. Po pse s'hapi faqe Instagramit ti? Hedh sa mostra, kështu mundesh me shtu edhe klient. Ja, nuk kam as kapacitet as mundësi për më shumë saq. Ja. Dikur më ndihmon të vllai, po fatkeqësisht nuk jeton më. Hajde. Rraf shtoni. Andra. Faleminderit. Nejse se bolla bra viktimën me ty. Tani do i futem 2 fish punës. Besoj për shpenzimet e muajit ndalin. Po që më dukesh ma afti? Po të hynë zemër, a? Jo thjesht më vjen keq që gjykova herën e parë. Kam bë gabim. Ja, s'ke as ti shumë fare. Ja, mund tip, muti. Ti kisha në gjërë nanë se jo baps. Tu isha gjë tjetër komplet. Nëna ime dhe mizat e jek me fjalë nuk i mbyt. Të kërkoj dhe unë ndjes për videon e babaj që ta përmenda. Ti kishe me të fundit pa ma thonë këtë vend? Qa ka? Shqipa? Peti, e ka futur në shtëpim, kupton? Ka gjithë rastin kur nuk e kemi patur mendje dhe e ka futur. Ora, unë po të them që janë mbyllur brenda në dhomë që dje. Po mimo unë e kuptoj që ke punë. Po ky është halli madh. Po mimo rri, mos hajde se e bëj unë, s'ka problem. Po kur ta gjesh me barra të zënjushën, atëherë flasim nëse këto për këto punë vinë. Mund t'jetë e goca mirë, nuk e ti? Ndoshta.
Nuk më pëlqeu mënyra se si bëri gjërat, si hyri. Kaq shpejt, s'bët. Falë që po ndërhy. Po ndonjëherë edhe ngjit. E dilve se kuptoj në njerë dhe ngjit. Ne nuk jemi familje e zakonshme, edhe nuk mund të rrezikojmë gjithçka për një ngjitje, si thua ti. Chris, si je shpi? Ke kohë për një kafe? Okej. Shihemi, ciao. Pa më shpje sa i vjetër është. Ka vullë orën me dalu gjithë që është live sot. Franca jo nuk është mirë. Po pim pak si shumë këtë kohë. Pa në këtë kohë. Ajo të banë që atë dojnë, s'më interesant. Edhe për atë tipin mëse për t'i zume e di. Dëgjë, kam përshtypjen se një lidhje nuk e prish vetëm një palë. E di. Po ti se din se si unë njohen me Gjesin. I kam hek briskun prej dorë. Duhet e me prej dhe marrë të një banjë papi për një pall që kishte zonë para me. Bërë një vit kujtëstarin. Gjes kak, gjes zic, gjes kuq. Deri se e thash vetit e din që? Arri të rapin. Dhe filluat prap nga zero. Normal. Normal që kishim me fillu për zerot. Jo, ti mendon se vetëm unë jam blallë, e s'di si t'ja them që o, plako, zbam do t'as nana s'baba i vetë për Gjesin. Bë, ika unë në basi sanë serapijet më zuni, qau. Je që një mirë ti kur da. Nuk i den kur shunët e mirë të sa. Ciao. Alo? Zemra ku je? Një sekund. O shpirt të shtesa, për pak. Se mos zhukësh mbrapme. Nuk kalon fugoni këtë. Alo? Se Albani ka filluar punë si shofer këtu? E di. Po kjo është të mërshme. Ata me shumë mundësi kanë punë të punojnë historik. E di qatë tanë se s'mi intereson. Si ka mundësi, e? Sa zgjidhet një gjë li një problemi ri me ty gjithmonë? Nuk ke punë fare ti rrje qetë. Nuk kam si të rrje qetë, sepse tani e di dhe kam në ndërgjegje tesa. Ndërgjegje. Wow. Okej. Shiko, ti do i thuash Albani qofë, do i kjenja ose do i kje unë nga këto. Sara, mos të qorodita të të shkretin. Okej, mos fal budalliqe. E vetmi që po çoroditet në këtë histori jam unë, Tesa. Po më duket veta si top tenisi, për pjas te, për pjas ande, nuk di që të bëj më. Albani ishte dje në hotel me Kristelën. Si? Dhe nëse do bojkenin, mbaja afër sa ashtu siç e ka nisur ai, do të hahi shumë keq. Por kështu më mirë se bashkë me atë ha dhe ajo.
kur i kanë bërë magji. S'di asun që të them, Linda. Se të më jam pak në siklet. Të kuptoj shumë mirë, zemër. Asë një se të rojtë. Linda, flasim më mirë të restoranti? Mos kime ra nga Elvisi. Këti u rëfyë vetë bojkemi. Se se mbante nga unë, sigurisht. Surpres? Jo, vazhdo. Të them unë. Okej. O, Linda, harrova çantën tek makina. Okej, të pres aty. Harrova çantën. E pas kur e le vetë. Qa do të më thoj? Që harrova çantën. Do të shikon ti ma mirë. Unë i thash si që më tha t'ju, që më ka dërguar Kristaqi. A i hëngri komplet. Shqyr që ishe ti të festa. Po t'ishte para tjetrin, e sigur t'as nuk do dyshon të fare. A ishte shumë i fort, mu duk shumë i përgatit. Bolë që na qove kryt. Dili osta. Më mirë të kishe lënë të shpërndarja ata të porti. Nuk është për të punej. Nuk e kuptoj pse du t'i besojmë kej shumë. Ka ardhë Albani. Bjerë. Qa bëhet? Sola këto. X bardhe pak. A i deputeti është kë? Po. Baba e ti sa kanë me në gruën tane. Po s'ko t'ish këthy sheferi Petritit. Me skanu zyrën ma vonë për këta. Po s'ko t'kish pa djale këti, ty me nusën e Petritit, në hotel. Po isha vetëm kërë takove. Vetëm në hotel me dyshën e Renat. Pse me dhënë se ja dole asoj provës, se ta bona në rru. Se përdojë këta. Ku të rhesh kjo këto marën. Qa bojmë ne ku se përdojëm tronin? Falë. Unë nuk të fali, Alban. Ta jep shansën e fundit. Vetëm një moment i shkurtër. As një minut gati. Ishte një bisede e Petritit me Zefin. Tjerat ishin mua bete kotë pasaj. Trega Albani që ka më bënë të kampania. A jenë të rizë do lesh atë për atë punë? Më kalëzo që ka. Nuk kam çfarë i bëj Zef. Po nuk e bëra pjesë, ai do bllokoj rezortin. Ndërka që rrugën nuk e bëj dot, po nuk më liroj ai pronën. S'duhet me urxuna në presionin e ti, Petrit. E njo mirë kushrinin tim, si me pas njo vedin. Nuk hynë për do parcela kanabis ai. Ai gjunë më naltë. Më lartë? Më lartë ku do të bëhet unej? Di, Josef. Të fortit janë si vampiret. Nuk e durojnë dot dritën e diellit. Vetëm atje poshtë, në tokë,
Atje ndjen rehat ato, atje e kanë vendin. Zbahet fjalë për pushtet. Është fjala për hakmarrjet. Hakmarrje? Hakmarrje për çfarë? Muhabetin e ushtarit jam mbyllur. Tenderin tim ja dhash, çfarë hakmarrje? Hakmarrje për vëllain e vet, Lekën. Ja. Aty nuk kam gishtun, aty ta gjej vet atë punë. Po ecë se kallxonja trunit smurt ti. Privilegji ati se jeton në tokë është se në hatë shumë shpejt mitë ku i afrohen. Po rrezikon shumë, falë që po ta them. Ai do hyjë te zyra Petritit, do kaloj siguritin, do mbyll kamerat, do hap sistemin. E kush do ta bëj këtë? Një kalama që për i pjedh që do na qiton, tu na hudh ner. Ka me e bon. E arrove vetën të si gjita. Të u dridhë si qenë para djerës lokalit. Po unë e kisha këput njonin ama. Po jo për i bornis. Me zi e gjeta. S'ke qenë njëre këtu? Normale që jo. Qëras unë. Sigurisht i do qërasër, se kishe gzin dje. Me pam gjithë në Instagram bashkë me Francë. A të pëlqevaj? Kush është ai? Luis e ka emrin. Ka studiuar në Itali. Ke parasysh këto çunat që janë kaq të mirë, sa që duket sikur nga momenti në moment do ta vdesin? Edhe se dheu do më. Jo. Ishte absolutisht shumë se di. Prit, se herët është. Nëse s'është se u lidhem, edhe pse ndjeva shumë të afërt. Edhe në seks ishte wow. Bëra gjë që si kisha... A flasim për që jemi këtu? Kete drejt. Tani, kemi një vezë të artë në dorë. Kristela do filloj punë te Petriti. Si? Folja me Kristelën, që kishte folur me Lindën. Shkurtimisht, Linda të meruar nga lidhja e re e Bojkenit, kishte qarhallin me Kristelën, ajo bëri lojën e saj dhe nesër nis punë te zyra juridike e Petritit. Nga shka puna jo? Ajo do kompaninë. Po, përshëndetje. Mua të mbësh një salat salmoni teriyaki. Do ta provosh? Ja. Po merre një gjë. Okej, a ka patate të skuqura? Ja të pyet se kemi në menë. Asaj time si dite faraqia. Edhe martini straight me një ujë. 2. Jo, ujë për mua, faleminderit. Ëndra e saj është që të bëhet krau i djathtë i Petritit. Prandaj intereson që t'i ri afër Bojkenit edhe familjes tij. Të lutem thuj që tallesh, si dashka ajo kompani. Priscilla është pranuar në Harvard. E ke parasysh Harvardin, universitetin? Jess, jam me varfër, jo debile. Nëse Amerika nuk ja pranoi të drejtën për të shkuar prej teatrit, se ajo është studente ekselente, asistente pedagoge, ka bërë stazh në Strasburg. Mora vesh, nuk është nevojë të ma bësh biografi. Thjesht po të them që ajo synon shumë lart. Aq lart synon, sa dashnori sa i fundit është ishim shofer? Më falë, nuk kemi patate të skuqura. Mund të sjellni patate të pjekura? Ka që vështirë është ta fusni patate në vaj. Okej. Qa ishte ajo që the? Shoferi i ri i Bojkenit Elvisi, do më thënë Albani im, ishte dje në hotel në studentin e Harvardit. I pash vetë. Po tani kjo është kollaj fare. Pretendentja për fronin e kompanisë që shkon me shoferin e kompanisë. A ka më turp se kaq? As mos guxo ta fusësh Albanin vallën tënde. Ti vetë the. Tu hapa si shoqe. Kaq. Çfarë do lloj shoqërie është kjo? Qa bëhet?
Hiq. Se kuptoj fare këtë mund ko. Fillon shiu, del dielli. Meri këto si janë grek. Rosh. More, digje se shërbehet me atë Nikon. E ka marrë disa herë telefon, po hiq. Dhe e qunë të i vlaj në Itali. Ma ka shumë keq. Goxha burr. Jena pjertëne, sidomos kjo koronavirusi në kaloth. Po, bën mirë që me në punë të atërinë. Sa roje jeni këtu? Këtu, 2. Petri, kur do shkosh për ato boronicët e tua? E pak dit jam, pres më vi djali, se vetë, si a dalë do të me ato parcelat e boronicave tu. Bravo. Po pse si thua që një të ri që Petriti nuk do të shot tjerë këtu? Përshëndetje. Kam një takim me Dorinën e burimeve njerëzore. Po. Faleminderit. Mirë këtu? Ke dhe pamje? Ada, silja dhe atë bonzajnë. Shpërndan energji të mirë. Kam shumë nevojë. Po që Petriti tha gjë? Tha. U mërzit, pse s'më tha vetë Kristela, tha. E kam si vajzën time. Kris, ata kanë ikur në hotel. Vjen keq, natyrisht unë i fola, por si zakonisht nuk e ngacmova shumë. I thej që fillova punë të kjo? Jo, se nuk dua që të më bëj rezistencë. Faleminderit. Dua ta dish që jam shumë krenare për ty, që vendoset punosh për ne. Se në fundit e ke, ose ke një njeri, sa do i rëndësishëm qoftë ai, puna është ajo që nuk të le kurrë në baltë. Këtë e them nga përvoja ime me Petin. Sigurisht ishte ai që e ngriti këtë biznes. Dhe unë mora meritjen e 3 fëmijëve. Kjo kuptohet. Por më pas, i kërkova që të përfshihesha në çdo gjë. Dhe po ta them pa pikën e modestisë. Nëse s'do kisha qenë unë, do e kishin futur 10 fish. Më falni. Zonja Linda, këtu kam kandidatet për pozicionin e ri të punës. T'ja jap ju apo zotit Petrit? Kaloj njërë të kun. Okej, kam një shumë të mirë. Okej. Për çfarë pozicioni bëhet fjalë? Po pas asaj që ndodhi me Ilirin, Petriti do të bëjë një ristrukturim. Dhe vendosi që të vendos disa drejtor ekzekutiv departamentesh. Sepse Iliri kishte më tepër kontroll se ç'duhej edhe në gjëra që si njihte. I kemi gjetur të gjithë. Mungon vetëm fytyra. Një drejtues i departamentit të komunikimit. Petriti ngul këmbë, por një zë dhe një sy të freskët, të ri, vizionar dhe modern. Sa i të e mirë? Po. Por të shohim se çdo të na vinë. Sot është e vështirë të kesh besim tek njerëzit. Sukses.
Nuk vonohem. Kush Franci? Qa të kanë të thë? Pëlqen? Po kjo qa është? Tatuazh. Lupus solitarius. U i ke vetë mu. Ti do me them. Gjithmonë. Hajde, hyp maki. Ikim. Ku të shkojmë? Surprizë. Po, ja kanë dhuru babë, s'kena plot njëre tila. Dhe po me nosha. Pse s'bëhet diçka të male? Futimi 50 me 50, vendin e kemi, pa i si ti gjion, ti vetëm BUM! Jepi gas. Franz, kjo është pak si shumë. Së është problem. Kjo bosh e bosh do rritë. E kuptoj, po edhe 20 me 80 futeshim, unë nuk e justifikoj do të shpenzim ka madh. Këtu nuk dali me humje. Ato që i blem, pos na e si i shesim prapë. Okej. Pse po e bëndi gjithë të? Se ka shumë kohë që unë kam dash me bat diçka, dhe ti më dole në rrugë. Dhe di shumë mirë që me ty është biznes, dhe jo talë dhe bëthe. Pastaj me klientat një mojon. A shpjesh ka mam seksa që njo? Ban gugja. Si thu. Hapim një atelje, qmenim gjithë Tiranë. Pastaj shesim online gjithë botën. Vjen keq, Franz, nuk e bëj dot. Nuk mundem, nuk e bëj dot. Okej. Në ushtajmë zitu. Ti merë kohën tanë dhe më na e vetë. Jam shumë okej kështu si që jam, Franz. Nuk besit e gjatë më dhaja që vinë kaq letë. Nuk ka se erdhen letë, thjesht. Unë ka mundësi dhe e baj, kaq. Më qonë shpik lutëm. Okej. Ndihem si mu tani. Dëgjoj, Franz, mos ma merr për keq, po jemi më mirë kështu si që jemi. Pse Karin duhet me nej shu si që je? Me nej edhe i herë. Nej se ti si ta kesh. Unë se e ku dërkovaj. Natën. Mos vdisje tani në punë, se ke ka? Jo, e bëj me qef. Mirë po, kujdes se do e hash si mua. Edhe mua më pa që punoja çdo ditë edhe o burra jepini sa më shumë. Kurse rok, hiç. 5% rritje çdo vit. Sa më shumë lek bëjnë ta, aq më pak harxojnë. Nejse, natën, punë të mbarë.
Qa bëhet? Si po të shkojnë punët, u lodhe? Nga pak. Po i kitë marrë diçka të zyre e lindës. Mund të ishim takuar edhe më vonë si njerëz. Si shë në bëhet ndiqen. Apo nuk erdhe për mua dhe për javë shefin vetës kot. Më vonë do më shifja. Albo ma plot Tirana. Si shaj sigur të lojë pra. Po, ma. Gjeta. S'ke pse e bën këtë se do vi një grua nesër. Se kam problem. Që një prej vërteti. A dhe shash albumi? Një sekund. Erdha. Kjo jam unë. Finërdike. Sa e mirë. Këtu jemi te hoteli që kishim në Vlorë. Po kjo këtu është mamaja jote? Po. Kjo është foto fundit që kemi bashkë.
Vërtiq? Jo, njohu një kosovar të hoteli që kishim dhe iku me ato në Zvicër. E ke takuar me orë që atëherë? Kur? Edhe as kam ndërmend. Gjes, më vjen keq në qëfë të solla kujtim. Jo, s'ka problem. Jam mësuar tani. Po ti? A ke motra ose vlezër? Jo. Prindrit e mi u divorcuan që kur unë isha shumë i vogël edhe me pak fjalë jam rrit me mamin. Nuk e di nga erdhe, po bëre shumë mirë. A do rish sonte? Gjes, më beso është më mirë kështu. Të mos i harxojmë ato orë që... Se nuk fton ndonjëherë nga miqtë e tu. Do të më pëlqente shumë që të njihja se me këshoqërohesh. Okej. Natën e mirë. Natën. Si shumë më vënove, Qerata. Qa po luni? Dzing. Pysh. 5. Dzing pa leke? Qa da be? Po me leke më se shi jo më shumë. Natën e mirë. Dojo ta shtroj, do ta shtroj sharku në rrugë. Hadi hu. Turp t'hyp janë taksi kur sa po e bëra me shoferin e Range-it. Nuk është mirë me na pa bashkë, se ka kamera kudo. Mos ke merak se e dy loja më mirë se ty. Qa po bëja? Qa po bëja? Po vrapoje si idiot. Po shkarkoja energji. S'të besoj fare. S'ke pse të mbesosh. Qa gjë të pisat po bën, Eliz? A gjë? Pse e natë? Mendova që ishte shumë i keq. Nejse. Prap më ngref. Ha, mirë është tashi? Shumë bukur. E shqyqyr. Lore ti, sa zbrit keqen. O, zoti ma dhjo mam se për të vënë është. Po, më se i themi qunit letës, po Po që do bëj quni letës, do i bie me që kiq kësaj tashi. Jo me ka ishë nërva. Të thif sharracën. E sa, gojën. Po tashi ka 20 vjet kjo këshu. E, lore.
Mama, të erdhi çuni letës. Mos më nxjerr natin mua me mamë se nuk të kam asnjë faj. Amin. E di ç'pen kam me Gentin e të tatë. Po, moj mamë, po. Sepse nuk fol asnjëherë me ta. Njerë vinin ata, i kja unë, pastaj i kja unë e vinin ata. Çdo darkë vini dhe asnjë gjë nuk më thoni, çdo gjë mbani për brenda. Edhe unë budallaqe pastaj që kujtoja se po t'i bëja gjellën edhe të flinin mirë ata, ishte çdo gjë në rregull. Ma, nuk ke fajti as për depresionin e babit tim dhe as për vendimin e vllajt tim. Tani kthjellohu një herë mirë drejshi ta haj që në këtë shtëpi kemi shumë nevojë që një ditë vetëm mos duket sikur presim vizita vakije. Tisa, çfarë do që të kesh me Albanin? Me Albanin nuk kam asgjë. Jam ndar. A mund 3-5 minuta i qet? Okej. Po fol me mamë, pse nxitohesh? Nxitoj për ç'a? Po të pashim në një makinë luksoze. Në një makinë luksoze, po ç'a kam i ma makinë luksoze? Nuk e di me mamë, mbase nuk i marr vesh të punë. Po ku di unë ai Albani mu duk djalë Flori? Tani duket djalë Flori. M'fal, a ishe ti ajo që më the mos sakrifikoj për gabimet e tjerëve? Po të kam filluar të bëj. Po me ti ishe lumtur, ai gjeti një familje këtu te ne. Të shifte në dritë syrit. Në dritë syrit. Albanin nuk e kemi asgjë. Tani, a i ka prindrit e vetë, biologjik apo jo, nuk ka që na duhet neve. Është mbi 18 vjeç edhe e ka truin vend, po ashtu dhe penisin që tani ka filluar ta fusi ku ti doj trapja. Do më shumë detaje ma, faleminderit shumë. Po. Do ju brenda. Kodin. Kodin. Alo? Kujtoj të hajde. Ama, nuk do vije ti tani. A vash se na vrave? Si është kodi për të futur këtu? Mund ta kërkoj pak më butë? Po, si është kodi? E di s'keti? U mirë hymë brenda mirë bëre, le të ftesë mbi provime kë idioti im. Është me mua. Ja, këtu jam unë. Qyqyr babi u tregua që zgjuar sa ta rinte këto shtëpinë e mirë e gjyshes. Se pasaj kush rinte hoteleve. Sa ka cak që ja? Një unë pa bukë që jam, edhe pa bukë do ngelen. Po ti e ke I plan, pse do me prish? She's there. And bring me luck. I'm working, Zeph. Ka ardhur nga vajza e Albanit. I ka këtu që kishte lënë te mua. Nga nja jam shumë e lumtur që s'do mbi më rruga këtej. E kam njohë vllajën tanë. Nuk ka dy si Genti. Si e ke njoftë? Asi një në burat, në përvene. Ti ishi gjithë ju sa gjysma ati. Ke drejt. I lumtur tani që undam.
Vazhdo bëj Albani si vetja. Si Ena si Bana janë zgjedhjet tona tes. Është shumë e lehtë bësh filozofi ku ke miliona në bankë dhe armën brez. Me që më përmënde vlajnë. Po t'ishte gjalla akoma, do ju vriste me duart e veta po ta dinte që më keni bërë qëllimisht keq. E kush tha se s'kam bo mirë? Në mundjen tënde thuj kush jam sot, këtu më keq atë frikson. Këtu jam jeto. E dëgjon vetën qa po thua, shpirtin e fshe po sy tregoj. Tim ke ik, besom, sa do vazhdoj, ti ma tregoj. I don't know. Të nësolla ato që kishe lënë të mua. Mos më prek. Më falë për që thash. Isha keq. Nuk I kisha seriozisht. Të falë do të Alban. Okej. Edhe jem të dy. Që ta kesh kot. Sa për linfa edhe ta dish që unë kam fjetur me njeri. As gjatë festës, as pas, as dia dhe as sot. Qa puno? Zjedhe janë qita. Ika. Tjeti që tu fort. Qa të bëj me këtë fjali? Qa të bëj? Ta që ndis të klëfia stekut. Edhe të presë që nëndër atë që s'kemi njetë. A kemi më gjën jetë në bashkë Alban? Nuk e di qa kajnë, po në dhe kam kokën shumë rëmuj. A e di për qanë vjeni natë? Që ti dash qita dhe nuk mbajta për vete asgjë. Ja fiksa jo vajza që leta hoteli me brek dhe qipeta. Po për fatë mirë robet e mjej që të vetë. Natë. Ka do ikësh? Shpi. Ty nuk ka qatë duhet, ma.
S'to kam parë këtu ndonjëherë më parë. Unë jam Viki. Ikë se po t'i qiet aro. Bëj një shot no. Me kaq shumë sa që ke mësuar ti gjithë këtë ditë, mund të konsideroj bishop. Gëzuar. Dhe mos u shqetëso se mund të njihemi avash avash. Ti duhet të largosh Albanin sa më parë nga ky shtëpi. Edhe këtë merr si ultimatum. Gjysmat kur të mbarojmë komplet, mirë? Më duhet që ta anullosh një darkë. Sara dhe Bojkini do takojnë Petritin dhe Lindën. Sa do më kushtoj kjo që do bëj? Po besoj do të kushtoj o gjysmën, o jetën. Që mi keni ngullë sytë shumë të treja. O, shpirti mamit ti. Kjo është gej. Keni bërë 4 që të ne? Jo, nuk jam të e gjujtesën. Tesa lëre tani po të. Gjeti mjef ta shoh. O Tesa ik shpi po të! Baba ishte idiot. Kristela shkon me shoferin e Lindës. Do të lidhesh me shofer? Unë jam shoqja e Sarës. Në gjithë të histori, ai do ngelet viktima e vetme.